Me historianin e Verregja do të flasim për trazirat dhe historinë e trazirave të vitit 2004 të 17 dhe 18 marsit dhe pasojat e dëmeve që u shkaktuan për vendin nga ato trazira. Atëherë, zoti Regja, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Faleminderit shumë zoti Regja. Sot është shënuar 22 vjetori trazirave të 17 dhe 18 marsit vitit 2004. A janë shënuar rrethana 22 vite pas këtyre trazirave? Si nisën këto trazira dhe kush ishte shkaktari? Cili është shkaktari këtyre trazirave? Për fatkesh që thojnë bëhet 22 vjetori, fatkesisht ajo ka ndodhur, mos ndodhë më, që thuhet edhe sot dhe adit zyrtarisht nuk kemi raport kush është mbrapa kësaj që shme thonë proteste, apo se demonstrat nuk është, por një lëvizje e pa logjikshme që boni shumë dome në aspektin tonë, edhe në trashëgimin kulturore, edhe në prona private, edhe në humbje në jetëve, sepse humbin afërsisht në 19 jetë, edhe problemi lind maj madh politik, më pas, që kemi pasoja, edhe sidomos në trashëgimin kulturore, edhe në besa në vlera monetare, sepse dihet që deri në 12 milion janë dhënë mjete, më pas me riparu ato objektet, sidomos kishtare që thuhet që kanë qenë numri prej 32 në dëme. Kështu që zyrtarisht nuk është dhënë spjegimi. Megjithatë, si përshkallëzoj, pasaj situata tregon që ndoshta kishte një skenar prapa të përgatitur nga ana e Me siguri ka pas skenar, shumë disa dhe prej kolegëve dhe ma herët kanë dhënë vlerësimet që mund t'jetë i organizuar edhe prej BIAS, edhe prej Serbisë, edhe prej tjerëve. Edhe unë e vlerësoj që mundet me qenë, sepse ai dom që ju ka bo Kosovës ma shumë në aspektin politik, s'është problemi këto në aspektin monetar, është i pa kufi, sepse ne kemi pas shumë pasoja pas asaj, sidomos në aspektin politik me kishën ortodokse sërbe, cilat mundemi ndërkohë edhe me elaboru. Problemi është nisi me rastin e fëmijëve në Qabër, në Mitrovis. Një ditë përpara ishte edhe një vrasje, një Sërbi triu, një 18 vjeçari në Graçanis, e këto kanë qenë ajo zjarri, fitili që thuhet. Ajo ndodhi në Graçanis, atje ndodhi rastin në Lumin Ibër, edhe më pas flitet që kanë qenë të përfolura shoqatat e veteranëve të luftës 2-3, mirë po, unë nuk e besoj që ata kanë qenë sigurisht në pjesëmarrje, edhe njerëzit që kanë dalë prej 20-30.000 deri në 50.000, dikush që i shunë në ato protest me 17-18, por ata që i kanë menaxhu, dikush që i ka rrethit, i ka drejtu edhe u bo një dom bukur i madh, që tash përveç jetëve njerëzore, pati edhe një lloj tentimit, një lufte, sepse në Mitrovis, në barikadim në Urën. Që ka pas lufta ishte trazira më madhe nëse më themi se përket konfliktit ndërrethnik, apo jo? Merë me men, ato ka pas edhe shtirje me mitralez, me arme, me hedhje të bombave në Urën. Sërt barikadom në ato, në shqiptarët nej, këfori edhe Euleksi, apo forsa tona, edhe policia jonë në mes, edhe fatmirësisht të ndalë, sepse ato vriten 2 shqiptarët 6 sërbë, vetëm në të ditën në Urë, ma pas se skalon edhe në vendet tjera në qëta qytetet, po thuj se kryesore, dhe pikësynimi ka qenë ma shumë edhe kishat, po janë djegë edhe disa shtëpit, flitet për një numër shtëpive të djeguna, sidomos të tyne të komuniteteve, komunitetet sërbën të nësi. Problem ka me qenë me u zbulu eksakt kush ka qenë ajo nisje, edhe kush e ka inisu, mirë po faktikisht, praktikisht, për fatkesh, bara në mbetet ne, shtetit tonë, institucioneve tona, edhe... A mund bënte Kosova në atë kohë për kundër fakti që nuk ishte institucionet konsoliduara, të bënte më shumë në paranalimin e përshkallëzimit të kësaj situate? Institucione, sepse presidenti Rugova ka qenë, edhe Bajram Recepi Indjer ka qenë kryeministër, me siguri se sikur të kishin pas informacion, kishin mujt me reagu, mirë po nuk ka qenë në njoftim institucioni, pavarësisht që kemi qenë në UNMIK-un, edhe bara kryesore në qoftë se realisht, apo juridikisht flasim përgjësia i mbetet UNMIK-ut, misionit përkohshëm. Me gjithse kanë mujtë edhe institucionet tona
me ndiku, por e kanë pas shasin sigurisht kufizume me informate dhe me pas ata bënën çka është e mundun, sepse ne kemi edhe policë lëndume, edhe të Këporit, edhe të Uleksit, apo të forsave pasqyrujse edhe të policisë tonë. Janë shifrat me 4, 14, 12 e të tjerë marron që janë lëndu. Kështu që mbetet faji ende i pa ndryshuar, mirë po dëmet janë shumë të mëdhaja. Cilat janë dëmet në aspektin politik? Dëmet më të mëdhaja janë që Edhe si ndryshoj qasja ndërkombëtare, pastaj ndërkombëtare ndryshoj shumë. Unë mendoj që kemi qasje këtu edhe në aspektin e çështjes së pavarësisë të Kosovës. Kemi një 2 vite sigurisht mas pakit të humbura në aspektin diplomatik. Pavarësia e Kosovës mos kishin qenë ngjarjet e marsit. 2004 kish me ardhë afërsisht ka qenë dikun 2005, 4 shifundi 2005, me u fol edhe në bisedime, janë dokumentet, janë ato që tojnë rjedhat e ati statutit Kosovës që janë fol, edhe kjo ka qenë ajo shtyrja që shkuam 2-3 vjetë mbrapa. Problemi tjetër është që rodhen gjanat të kishat, për shembull, kisha ortodokse sërbe, Serbia, e shuan problemin e zmadhon as shumë edhe shujten edhe gjenocid, apo zhvendosje të populatës pastrim etnik, për plot mediat, deri pej presidentit dhe kryeministrit, edhe shkoj u organizon edhe takime në Këshillin e Sigurimit, do në tonë morë për masa ndërkombëtare, për fatin tonë të kesh ne ishmi ajo faktori fajtor, edhe ndodhe që u shty përveç çështjes të pavarësisë të Kosovës, mori një kahje tjetër bisedimi dhe erdhen edhe procesi apo bisedimet në Vjenë. Mirë po para kësaj, Serbia mori aksion dhe disa monumentet e mëdhaja, 4 prej këtyne monumentale që janë mesjetare në Kosovë, kisha ortodokse ishtinë në mbrojtjen e rrjetit të botës në UNESCO. Kjo ishke faji, ma pas në 2006 të kënej përveç ligjit për trashëgimi u bënën edhe ligji për zonat veçanta në 2008. Dhe këto konsideroni që rodhen pas trazirave të marsit, dhe sulme vendaj objektive, monumenteve edhe sulmi ndaj etnitetit, po edhe sulmi ndaj trashëgimisë edhe e përdorën kesh. Ata edhe ndodhen, domethënë, në procesin e Vjenës kanë qenë ekipet specializume për trashëgimi, me umbrojt çështjen e statusit të kishave ortodokse, të monumenteve ortodokse, edhe ajo që tash rodhin, në 2004 ne kemi deshanin objektin e parë që e pranon UNESCO në mbrojtje për rrezikshmëri, me pas në 2006 arrin edhe patrikanën e Pejës, Graçanisën edhe kishën në Shën Premtes apo Levisha që i thojnë në Prizren të shtinë me të organizat. Ma pas për shembull me këtë lidhet në 2015, kur ne nuk u pranum në UNESCO, kjo ka ndodhur pikërisht shkaqet cilat kanë qenë me bartje problemeve prej 2004, sepse propaganda e vendeve tjera ishe madhe edhe ne u detyruam edhe humbim hapin për 2 vota. Dhe konsideroni që ka dështuar në ndonjë moment ekimi Kosovës për të adresuar se si duhet çështjen e trashëgimisë apo jo, gjatë bisedimeve? Shishon, nuk ka pas diçka tepër të organizume, sepse unë mendoj, kemi pas edhe me ministrat, sepse ministra në kulturë janë ndru shumë, deri tash 10, 11, mos gaboj. Edhe fatkeqësisht janë ndru shumë, sepse mandati i jo i ploti ministra po lën pasojë edhe në organizim të mëranshëm, përveç edhe në organizime apo çështje politike të ndërmarrjes të masave. Ne i kemi ende thesarin e arkeologjik edhe etnologjik në Beograd. Edhe këtu pak kemi bo, edhe kjo lidhet me trashëgimi, ma pas çështja e statusit të kisha, përveç ligjit për zonat veçanta që ka qenë, që u hartu pikrisht për këtë rast edhe këto 4 monumentet që në mbrojtjet të UNESCO-s, ne kemi pas pasoja dhe në rindërtim. Ma pas ka pas çështje edhe pse janë dhonë dikon 10 deri në 12 milion. Kanë kushtu ndërhyrjet për rindërtimin e atyre kishave, ku ka dhonë fond, nuk e dim sa, edhe Bashkimi Evropian apo edhe institucionet tjera, ka pas raste kur edhe kisha ortodokse ka bo pengesë edhe paret me ishtin në restaurim. Domethënë, ne mos marrëveshje politike e qartë,
që pas gjatë edhe tani. Unë e di që është bo një kërkes për këto 4 monumentet që janë me rrezik në UNESCO, që i përmena kishën prej Deshanit të Pejës, Graçanisës edhe të Prizrenit, por nuk kemi arrit me një politik të mirë të i bindim antartë apo njerëzit përgjes që ne jemi të zotë të i ruajmë ato objekte. Si është dashur t'i bindin ata? Ka pasur mjaftueshëm arsye fakte Kosova të ofrojë që është e gatshme vetë të ofrojë mbrojtje për këto monumente? Unë besoj ka pas fakte, po kemi shku pak me neglizhencë, sepse edhe problemet politike tona të mbrëmshme, që po shifen këto 2 vitet e fundit, po thuj se unë nuk jam politikan, vetëm po vlerësohet si viti humbun, viti 2025, fatkesish po shkojmë edhe në 2026 me problemet të mbrëmshme, e atër ne nuk po mu i organizohemi asë institucione, apo asë politikat kulturore që janë me bo plan apo strategji si me arrit me i përmirësu raportet, apo edhe me përmirësu gjendje edhe të monumenteve, sepse nuk është gjendje e mirë, ta që kemi problemin edhe në këtë marrëveshjen që tojnë në Brukselit edhe Tohrit, që kemi edhe prap rishqishohet apo kërkohet me tendencë çështja e konsideroni ne në shtatë marrëveshjes së Ohrit si të rrezikshme për Kosovën, ku kërkohet formalizimi i statusit të kishës ortodokse serbe në Kosovë, çka do të thotë kjo për Kosovën? Unë mendoj që është tepër politike edhe është e dëmshme, sepse nuk është dashur me u rëndit ajo me çat ligjin për zonat e veçanta të mbrojtura, atove që kanë pasarit maksimumin përveç ligjit për trashëgimi kulturore, cilat në bazë të ligjit për trashëgimi kulturore të Kosovës, ne edhe institucionet tona i kanë marrë ato objekte në mbrojtje dhe i kanë shtinë në mbrojtje të përhershme. Kryesisht këto objektet me rëndësi, plus ai ligji për zonat e veçanta që ka përveç kishave dhe disa, për shembull, Gazi Mestanin, vendi ku është mbajtur betejë e Kosovës, edhe objekte tjera në mbrojtje dhe në një radios bukur xhon për mos pengesa, kjo po kërkohet këtë eksterritorialitet. Çka do të thotë? Ajo do të thotë që shtet brenda shtetit. Do të thonë çat hapësinë që e ka në shërbim, çaj objekt është i veçantë, është me autonomi shtet në shtet. Do të thonë sikur Roma që është në Itali, Italia, por Roma është shtet në vetë, i Vatikani edhe ka statusin e vetë, rregullat e vetë, administratën e vetë, kushtetutën e vetë. Ligjet e veta krejt më nxjerr. E ne, unë besoj që do të kemi njerëz të dishum, edhe në fushën e trashëgimisë, edhe në fushën e jurisprudencës që ti mbrojmë të drejtat e trashëgimisë, objekteve, monumenteve të trashëgimisë, cilat janë tanat. Sepse edhe me konventat ndërkombëtare, edhe në qoftë se rastisht hipotezë të ngrisim që është një objekt i ndërtuar prej serbëve, në shekullin 19, nuk po shkojnë 14, se në shekullin e 14 nuk ka sërb. Ka slav, ka fisi apo krahina e rashkës rasianët, cilët nuk janë vetëm sërbët e sotshëm. Do më thonë, historia, proceset edhe etnicitetet tjera kanë një histori, por për nëzëm shekullit 19, një objekte ka ndërtu, por është në Kosovë, ajo është pasuri e Kosovës. Pavarësisht e ka ndërtu turshit, apo sërbët, apo gjermanët, apo kisha katolike, sikur edhe katedralja që është. Ajo është pasuri e shtetit, me konventa ndërkombëtare, konventa që nxjerrën nga UNESCO-ja vetë. Kështu që pretendimet që janë sërbëve në 100 vjetë prej që jemi në okupim, në fakt 1912-99, kanë qenë që ato objekte janë sërbe, ma pas ne me ato periudën e që tojnë në nënpushtim, edhe periudën mas luftin, ja 10 vite deri sa u organizum, fillum të veprojmë, të tregojmë që ato janë monumente të trashëgimisë kulturore që i takojnë një kulture internacionale, nuk janë nacionale objektet e kulturës, askund. E këtu është problemi, nacionalizmi. Ata kanë theksum, nuk ndërprejnë, kanë botime, kanë dhjetra promovime të ndryshme, për shembull, me këtë bashkëtemën që kemi me këtë marsin e 2004-shit, këta sërbët kanë organizu edhe ekspozita
kryesisht në Francë dhe në vendet tjera, çdo vit organizojnë me i tregu opinionit botëror të civilizimit, sot evropian që shqiptarët janë këta që janë të jo sa të duhet kulturum, ka nacionalizm ekstrem, përveç ndjekjeve politike dhe lufta 98-99, shisho ma pas që po bojnë, edhe tendensat janë këto, që tojnë gjenocidale, edhe në trashigemi, sepse edhe gjenocidin trashigemi është i veçantë, dhe ne nuk që tha sa po bojmë, nuk kemi mundësi me arrit ato, sepse politikat kulturore mungojnë. Shkurt, strategjia një politike kulturore, bile apat mes me 5 vjeçare mungon. Edhe sot? E kemi në letra edhe sot. Në letra e kemi shumë të kufizume, dhe nuk... Dhe kjo çka tregon? Që ka munges vizioni dhe... Munges vizioni dhe interesimi. Të ne, po shijetën këto 5-6 vitet e fundit që ne jemi të fokusum, po mbjen shumë kesh, se nuk po e përdori emisionin me vedije, por ne 5-6 vitet e fundit nuk po flas vetëm për një parti, po flas për politikat tona, edhe politikën si politik, po edhe politikën kulturore dhe ekonomike, mos të hynë shëndësi e tjera, ne nuk jemi ka punojmë për vetë vetën, ne nuk jemi ka punojmë me mirëmbajt vetën, apo institucionet tona janë në hal me realizim të projekteve. Ma shumë po bëhet propagandë si sot që po punohet, dhe kjo po na blokon, sidomos mbranda, po në aspektin e jashtëm, promovimin e jashtëm, apo pjesëmarrjen e kuadrit tonë, në përqita takimet ku ka të bëj me objektet, me promovimet, me shkencën, hulumtimet shkencore që janë bo me i promovun, ne jemi shumë rapa. Ne nuk kemi ende monografi për fatin e kesh, për asnjë monument të trashëgimisë kulturore në Kosovë, as për Ulpianën. Unë kom qenaj që kom menaxhu edhe parkun e parë, kom pas fatin, e kemi parkun e parë arkeologjik, por nuk kemi ende një monografi. E kemi pas fillu, por ndryshimet e mdhaja edhe ndryshimet e politikave, do më thonë, udhëheqjes politika u kulturore, po stagnojnë. Vjen njeni, është pozitiv ministri, vjen tjetëri të ndalon. Edhe këto po ndodhin. Dhe kjo tregon që nuk ja din rëndësinë trashëgimisë kulturore, dhe ndoshta sidomos qasja me kishën serbe, monumentet serbe do tregoj sidomos marrëveshjen e orrit, rrezikun e injorimit të kësaj teme kaq të rëndësishme apo çfarë? Besa, unë mendoj që është dashur shumë me qenë ma zëshum çështja e kishave prej fillimit, edhe shumë është dashur me marrë hapa institucionet ma të bindshme me i bind mish ndërkombëtar, sepse ne kemi monitorim, raportohet, përveç raportit politik, raportohet edhe për ndërmarrjet dhe primtarin në jetën e Kosovës, sidomos në trashëgimi kulturore, mendoj që kemi qenë të mangët, edhe këto po na vinë pasoja, sepse ne që tash 5 vite po merremi me mbrenësin, e nuk po kemi mundësi as me dhonë qasje pozitive, por me u marrë me mbrojtjen e një monumenti apo në këtë rast të kishave, sepse ende nuk e kemi në zbatim, që 17 vite e kemi ligjin për religionet, që ka met në përsirtar, ajo është proces puro politik, që shuhet pse nuk shkon ai ligj, sepse nuk ato ligjet që shon, ne mundemi me i përmbledh aktet juridike, normat, me marrë dhe shembujt vendeve ma të zhvillume, me hartu anën juridike, mirë po edhe nuk ka problem me bo ligjin, por problemi është politik. Ka pengesë ato edhe pe bashkësisë fetare ortodokse, ndoshta edhe islame, apo kërkesat të tepërta jashta që tojnë kushtetutës tonë, sepse jemi me kushtetutë laik, do me dhanë edhe... Si duhet të i kaluar, tani, këto interesat e ngushtat të një grupit caktuar dhe të miratohet një regji cili ka rëndësi etike për shëndarët? Shisho, për fat kesh, politikanët tanë nuk kanë bo shpesh herë dalim në mes të politikës diplomasis edhe të politikës të mbranshme të interesit për shembull zonat veçanta, që në këtë rast për marim zonë veçantë trashëgimin. Dhe nuk kanë dashur me i nda, apo nuk kanë dashur me i sqaru detyrat, mirë, edhe ne kemi për shembull rastin e Novobërdës edhe sot. Se edhe Novobërda vjen si pasojë asaj, sepse sot pretendojnë që Novobërda është qyteti i artë dhe qyteti më i madh serbën mesjet, që nuk është e vërtet fare, edhe ka
dokumente, ka shkrime, do të dalin tash, jom ka e punoj monografin për Novo Bordën në këtë rast që kemi shenjat trashëgimisë kulturore apo gjetjet, materialin që ekziston kështjella qysh në shekullin e 6. Por kemi mangësi në promovim, kemi mangësi në mbështetje, mangësi në interesim edhe në projekte. Unë tash kemi strategjin. Strategjia është deri në 2027, mirë po në strategji asë një prej pikave kryesore nuk jenë prek. Që është ja kishave që e kemi të bisedu, nuk është ndërmara asë gjatë përveç. Duhet jep të dikush përgjithësi për mos implementimin në një strategjie për një fushë kaq të rëndësishme apo jo tani? Besoj shkundosht me vonë qytetarët apo institucionet, këtë rast institucionet e mbulojnë qytetarin edhe shoqërinë, sepse për ata kemi institute shkencore. Edhe institute shkencore nuk kemi mangu, por problemi menaxhimeve me institucionet edhe ndërhyrja politike për fatin e keq, në këto 4-5 vite të flasim me përgjithësi, krejti ki gati institucionet me ushtrues detyrës të drejtorëve. Shisho, ushtruesi detyrës drejtorëve nuk është vetë drejtori. Aje sa vendson, por ato pasoja ma pas edhe të undru, se ushtruesi detyrës të drejtorëve shkojnë me kontrata 6 nuk kam miliona plane afatgjate për implementimin as punëve as projekte apo jo. Janë presione, sepse ata njerëz, këtu të ne, për fatin e keq, i bjen ministrin njerëz që i ka të krahit të vetë. Edhe ajë duhet me kry misionet, nuk po flasë vesh ministrit kulturës. Pra jo profesionist të fushës, nuk po flasim edhe profesionist, po në ndikim. Edhe për ata janë domi maj madhë është institucione kur udhëheqen me ushtrues detyre, sepse ata vinë personat të përpikt cilë e menaxhojnë kërkesën e politikës në rastin tonë kulturore të ministrit, jo të institucioneve. Dhe këtu kemi ngel, kjo ka më nau logarit, edhe ka më në shku në logarit, që në ka shku që disa vite, sepse prej aty në problemeve të vogla, që ndodhen 2004, ne u dashtë dhe në procesin në Vienës edhe në bisedimet apo në pakon e Ahtisarit, ka pas problem që është ja e trashëgimisë ortodokse në këtë rast kishat. Kontrolin që mjaftueshëm Kosova ka pasur ku të marrë mësim prej këtyre gabimeve dhe përsëritin ndoshta gabimet. Po, për njërë ka pas kohë, ka pas edhe kuadër, ka edhe njerëz pregaditun me dalë në ballafaqim me këto gjana mirë, po politika për fatin e keq, këto 5-6 vite, 7-8 vitet, muj me tomë, se prej 2017 s'kemi qeveri stabile, edhe kjo qeveria 4 vjetë u morë me tjera problemet, cilat veç dihen edhe e la mangu, apo onash komplet interesin në trashëgimin kulturore. E kjo pikrisht me qëllim të veçant, apo me dije, me pregaditje superiore ka arë prej onës sërbe, që më shtinë në aneksin 7, apo pikën 7, edhe qështën e përmarveshët tore. Zoti Regja, se për këtë aspektit historik tani, si ka përdorur Serbia ndikimin e kishës ortodokse serbe dhe pastaj kur u përvecua kjo kisha ortodokse dhe u shëndrua në kishën ortodokse serbe? Si është përdorur politikisht nga Serbia gjatë gjithë kohës kisha ortodokse? Kisha ortodokse, ne jemi në këtë mitropolin që i shuajnë Rashk Prizren. Në më dhënë baza jemi diocesë. Kisha ortodokse sërbe i ka dikon afërsisht një 68 njësi, mos të gaboj, 60 që ato 58 nuk e kontrolu moti, po i ka 60 dioceza. Dhe me thonë, ne jemi në Rashk Prizren. Rashka është kjo pjesa mbi Novi Pazarin, është edhe qyteza Rashk, qytet. Edhe atu e kemi Selin, meret Rashk Prizren, këtë territor që e mbulon, dhe me thonë është njëna prej diocezave të kishës ortodokse. Kjo është ka qenë kish krahinore në një kohë, mas shpërbërjes patrikanës sërbe që këta pretendojnë me shujt patrikanë se nuk ka qenë përveç në vitin në shekullin e 17-18 ka qenë patrikanë, por jo në mesjet. Ka qenë e vetë shujtur në kohën e Nemanjes e Dushanit madhë që e pushton. Gjitha to ka të arbrore përveç Kosovës, më rinë edhe në pjesë të Shqipërisë, por historia të regon që monumentet kanë qenë të popullit, edhe ne shumë studios, kur e marin për bazë, atë qeshtje nuk nisën me realitetin apo botën në shekullit 14, që shka funksionu qeshtja e shtetit kish,
apo kisha shteti, dhe ortodoksët kanë qenë shumë ma, që thojnë ortodoks, se ortodoks është i vërtet, me qenë shumë ma afer me pushtetin politik me kishën, dhe i kanë mbrojt interesat e veta, dhe ne, popullsia në atë kohë që ka jetue, arbrore në Kosovë, kanë qenë të rritit të krishter. Krishter katolik, apo edhe ortodoks, sepse i kemi dy rrymat, ka dhe studimet veçanta, ma pas rrjet procesi islamizimit dhe popullsia Kosovës arrin në fund shekullit 19 veç me qenë në tënësi, gati në statistika si jemi sot me arritje në 90% të populatës që kalon në islam. Dhe Serbia, shkenstarisht, historiografia sërbë në atë kuptim, studiosit sërbë pretendojnë që në atë kohë ato monumente kanë qenë tyne, por në atë kohë edhe ne kemi qenë të ati besimi. Kështu që shumica e objekteve kishtare që janë sot, edhe Shën Pramta që thamë Levisha, edhe Graçanisa, edhe Bojska, edhe Patrikana e Pejes, janë objektet cilat i takojnë krishterimit shekullit 6. Shkenstarisht, gjitha këto objekte, me gërmime arkeologjike edhe me dokumente vërteton, me dokumente ma shumë shekullin 19 fillon, do më thonë dokumentet e bizantine për historinë e popujve të Ballkanit, kur dalin në ma pas edhe të botës perëndimore që janë Venediku e Dubrovniki, Raguza ma vonë, edhe ma pas Osmane, shekullin e 15, dëshmojnë që ato monumente kanë qenë normalisht në periudën kur jemi pushtu në shekullin e fund shekullit 13. Me fillim të 14 monumentet me pushtimin e teritorit janë pushtu edhe përveç populatës edhe objektet e kultit, dhe ka ndërhyrje, riparim, renovim, apo përkushtim, sepse objektet kanë qenë përkushtim shpirtëror, prej konave më të lashtë. Ai që ka qenë mbret, apo sundimtari madh, ka bo një objekt për shpirtëror. Për shembull e kemi Justinianin e madh, perandorin romak të lindjes, që është me origjinë Dardane, Iliro Dardane, që ndërton Aja Sofin në Stamboll. Sot, edhe ai ka përkushtuar atë objekt, sot ekziston, edhe të tjerat ka qenë përkushtime, dhe këta në mesjet i kanë marë në beneficione aton me pushtimin, dhe pretendojnë që edhe sot janë të atyne, mirë po në asnjë rregull, në asnjë logjik shkencore, nuk mund të pretendohet që një monument i takon një populate, sepse në Kosovë, në mesjet, përveç populatës arbrore, kemi pas edhe populat pjesërisht greke, një pjesë, vllahet që janë populate romanizuar i lire, populate i lire e romanizuar, krishterizuar, më pas ortodoksizuar, dhe kalon përmes fesë ortodokse edhe më pas me ushqujt një populat të vlehe, sepse vlehe si popullsi janë prej gjuhës slave, linguistike slave që janë vlehe, për ndryshën në latine janë aromej, apo aromonët, apo romak, populat romake e vjetër. Kështu që përzihen populatat, kemi që thojnë populat i lire që asimilohet, si kur për shembull Malizi edhe një pjesë e Hercegovinës, apo edhe Dalmacia, gradualisht në përsheku i kalojnë prej arbrorëve në Malazia se të tjera. Krejt në fund të bisedës. A kemi arritur që si shtet të dëshmojmë, sidomos në rastin e fundit të Banjskit, që Serbia i përdor kishat ortodokse dhe monumentet e saj për destabilizuar veten? A kemi mjaftuar shumë fakte për dëshmuar faktën këtë, që përdoren politikisht dhe instrumentalizohen nga Beogradi? Po, ka fakte për plot, ka fakte edhe, do me thonë, edhe në vitin 1981, ka një fakt në rastin e kishës Patrikanës Pejes në këtë kontest që dojnë me bo një inskenojnë, dojnë me bo inskenim të rasteve që kënë se shqiptarët e kanë bo. Në këtë rast kemi edhe këtu, por ne duhet me urujt në që të vitin 2004, duhet me marrë ato përgjithësi, me i sanu edhe mos me leju mo popullin me eduku përmes arsimimit, prej shkollës mesme edhe në universitet, apo edhe në studime tjera që me ju tregu që kjo pasuri është e jona. Dhe shumisa populatës e din që këto objekte janë trashëgimi e jona, por momentumi që ka ndodhë në atë ka qenë një nacionalizm klasik që dikush që ka dhezat fitilin që thuhet edhe ma pas masave që bën hapin dëmët cilat
edhe sot po na kushtojnë. A kemi mundësi me imbrojt, kemi njerëz të zot për me dalë balë, por duhet politika vendore me i dhonë përkrahje këtyne njerëzve dhe me i dhonë mundësin me u kriju farqendre mes institucione apo komitete, grupe punuesit njerëzve cilë din me realizu këtë punë, që atë zanate kanë edhe din me dalë pak ma mirë se sa, po besa ma mirë se politikanë në mbrojtje të këtyne çështjeve. Atëherë zëni Regja, faleminderit që ishte sot të edhe për juve. Faleminderit shumë. Dhe me këtë intervistë një japim fund të edicionit, këtu kanë qenë të gjitha informacionet që kishim përgatitur për to 6 minuta, ndërsa unë juftoj vazhdoni që ndroni me programet tona. Natën e mirë.